Unë jam Yusuf Demirxhiu, ekspert I qendrës ABA në fushën e kultivimit të perimeve të fushës. Qendra ABA është një portal digjital që ka mbështetje nga Fedinvesti, që në misionin e saj kryesor ka shërbimin ndaj fermerit shqiptar, falas. Qendra ABA shërbimet ndaj fermerit I realizon nëpërmjet rubrikës Pyet ekspertin, nëpërmjet dhënies së informacioneve, nëpërmjet promovimit të teknologjive të reja të kultivimit të perimeve, të femtoreve, të vreshtave, të vektorisë. Pra, ka ekspert kjo qendër ABA të kompletuar mirë, domethënë me shumë përvojë në fushat e tyre dhe marrja e shërbimit me rubrikën Pyet ekspertin është në kohën më të shpejtë mundshme. Përcillet një shqetësim nga fermeri, direkt siç është në punët e tij të përditshme te qendra ABA dhe qendra ABA brenda 24 orëve duke e adresuar tek specialisti I përkatës merret shërbimi duke kthyer përgjigje të menjëhershme me rekomandimin e përkatës për të përmirësuar situatën. Sot jemi këtu tek fshati Ndërmjetës I njësisë administrative Prez për promovimin e teknologjisë së kultivimit të kungullit të gjellës ose të kungullit të njom. Mos pari duhet të them që kultura e kungullit të gjellës është ndër perimet shumë të rëndësishme që ka vlera dhe meriton që të përhapet akoma më shumë në Shqipëri, pasi Shqipëria ka kushte shumë të përshtatshme për kultivimin, për marrjen e prodhimit dhe sigurimin e të ardhurat të mira nga fermerët. Arsyeja është sepse ky kungulli mbillet në 3 sezone, në fillim pranvere, në verë edhe në vjesht, duke marrë prodhim për një periudhë të shkurtër kohore dhe duke siguruar në vimësi të ardhurat të kënaqshme për fermerin. Unë do përqendrohem në disa nga pikat kryesore që duhet të ketë parasysh fermeri për kultivimin e kungullit të gjellës. Së pari, duhet të nisemi nga kërkesat që ka kungulli I gjellës për tokën dhe për klimën. Është bim e klimës së nxehtë. Pra kërkon dhe zona e ulësirës perëndimore është shumë e përshtatshme, siç është dhe kjo zonë këtu ku jemi, shumë e përshtatshme për kultivimin e saj. Tokat që kërkon kungulli janë tokat mesatare, argjilore të mesme, të freskëta të thella, janë më të përshtatshme për kultivimin e kungullit. Kërkohet që të përgatitet mirë domethënë toka, duke bërë një plugim 35-40 cm të thellë, pastaj sipas sezonit kur do mbillet, pastaj vazhdohet me punimet e tjera para përgatitore që të bëhet një terren sa më I përshtatshëm për mbjelljen e fidanit të kungullit në vijim. Para dhe paralel me punimet e tokës dhe me punimet përgatitore, rekomandojmë që të hidhet ple organik rreth 3-400 kuintal për hektar ose 30-40 kuintal për dynym të sipërfaqes. Bashkë me këtë është mirë që të hidhen dhe plerat e tjera siç janë potasike dhe fosfatike, por që kjo kulturë pëlqen shumë edhe mikroelementet si borin, magnezin, molibden. Është mirë që të shoqërohet dhe kjo me përpara përgatitjen e punimeve të përgatitore, pra që të hidhen paralel me këtë. Fidani në momentin e mbjelljes duhet të jetë në fazën e 3-4 gjetheve të vërteta, të jetë I pastër nga smundjet dhe dëmtuesit dhe I shëndetshëm. Bëhet mbjellja në distanca 1 metër me 80 cm ose për të kryer shërbime mekanike mund të bëjmë 1 metër me 1 metër ose edhe më shumë, mund të shtojmë edhe 1.5 metra rreshti nga rreshti në mënyrë që mund të lehtësohet nëse kemi sipërfaqe më të mëdha. Ndërsa në sipërfaqe më të vogla rekomandohet 1 metër me 80 cm. Në momentin e mbjelljes do duhet që ta vendosim domethënë fidanin dhe të mbulohet duke ngritur pak në formë kubeje në mënyrë që të eliminohet mbajtja e lagështirës për të eliminuar mundësinë e një infeksioni të mundshëm si rezultat I lagështirës pranë kërcellit. Çfarë duhet ketë në konsiderat fermeri në kulturën e kungullit? Në ndryshim nga kukurbitacet e tjera ose të familjes kungullore si pjepri, shalqiri, ky ka nevoja më të mëdha për lagështirë. Arsyeja është sepse gjethja sipërfaqe gjethore e kungullit është më e madhe dhe
evapotranspirimi I ujit është më I madh. Si rezultat kërkon më shumë lagështirë. Nevojat më të mëdha për lagështirë kjo kulturi ka në momentin e rritjes të zënjes me tokën dhe lulëzimit, rritjes frutave, lidhjes frutave dhe rritjes frutave. Kjo është periudha kur e ka më shumë nevojë. Me kryesore që kërkon kultura e kungullit gjatë vegetacionit janë prashitjet, 1-2 prashitje të mira, duke eliminuar njëkohësisht edhe barrat e këqija, që jo në pak raste bëhen mbartës të insekteve apo të smundjeve dëmtuese. Një ndër shërbimet ndër më kryesorët të kungullit janë gjithashtu kontrolli I smundjeve dhe dëmtuesve. Gjatë vegetacionit, kungulli mund të preket nga Trachea fusariosa, nga vrugu dhe nga hiri I kungullit. Janë smundje kërpudhore, të cilat në përmasa të mëdha mund të bëjnë domethënë komprometimin e të gjithë prodhimit. Kjo rekomandohet që të bëjmë trajtime me preparate me bazë bakri për Trachea fusariosën dhe vrugun, të bëjmë trajtime paraprake në mënyrë që të marrim masa parandaluese. Ndërsa nëse do konstatohet hiri që ka të dukshme ngjyrën e bardhë në sipërfaqen e gjethëve, duhet të kryejmë trajtime me preparate me bazë qufuri dhe të cilat janë shumë efektive për kontrollin e këtyre smundjeve. Nga dëmtuesit përmendim afidet, të cilat dhe ato realisht me preparatet insekticide janë mjaft mirë të kontrolluara. Një moment shumë I rëndësishëm për të përmendur për kungullin është vjelja. Pasi kemi përmbyllur për të gjithë ciklin vegetativ, shërbimet e duhura, vjen momenti I vjeljes. Çfarë duhet të theksoj që duhet ketë parasysh fermeri në mënyrë që të arrijë të ardhurat maksimale? Duhet ta ruaj frutin që herën më së pari ta vjelë në madhësinë 18 deri në 25, jo më shumë se sa kaq domethënë. Pastaj që të eliminohet gërvishtja për të ruajtur pamjen tregtare, do duhet që fruti të vilet me një doreza të buta në mënyrë që të mos krijojmë shenja mbi sipërfaqen e frutit. Ja, siç është fruti që po shikohet. Është mirë që frutat të vilen, se rritja e frutave është shumë e shpejtë, është mirë që të vilen 1 edhe 2 herë në ditë, në mënyrë që të mos të I kalojmë për masat e duhura. Pastaj mirë është që gjatë vjeljes të vendosim menjëherë siç jemi në parcelë në arka, të ndara me materiale të buta në mënyrë që ta eliminojmë pra gërvishtjen e frutit. Mirë është që fruti të vilet me një bisht rreth 3-4 cm, sepse bishti I frutit e ruan të freskët për një periudhë më të gjatë kohore. Këta janë disa nga çfarë desha të trajtoj në problematikën e kultivimit të kungullit gjellës. Unë them që duke thënë një fakt, këtu jemi te fermeri Lulzim Kurti, I cili për shans është edhe bashkëpunëtor shumë I mirë I Fedinvestit, është kredimarrës në Fedinvest dhe ka bërë goxha investime me këtë mbështetje, ka mbjellë pemtore, por që ka dhe serën dhe ka dhe aktivitetet tjera në fermën e tij dhe e inkurajoj Lulzimin, po I bëj thirrje fermerëve të Shqipërisë dhe sidomos të zonës perëndimore që kungullin e gjellës ta marrin në konsiderat, pasi është një kulturë që për periudhë shumë të shkurtër kohore të jep prodhime të bollshme dhe të ardhurat të mira shumë. Ju faleminderit dhe mbarësi në punë.